بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم آمين بسم الله الرحمن الرحيم ألف لام ميم. Falënderimi i qoftë Allahut, I cili në librin e Tij të ndershëm ka thënë, çdo person do ta shijojë vdekjen e pastaj tani e keni për të kthyer. Domën e ka Universiteti ka adresë ka për një letër ngushtimi për vajzën e Petrinës. Antjana ishte një studente të pushtuar në ëndra dhe synimet të larta në matematikë profesionale. Tu ta kulturë, gjithmonë me respekt dhe me vjoja për përpjekjet dhe pasionet e saj për tjerë. Në emër të Universitetit Publikan të Seka në Gjilan dhe në emrin personal, ju përcjellin në ngushëllimet më të sinqerta dhe ju qëndrojnë pranë në këto momente të vështira. Ju lutem pranoni ngushëllimet tona më të sinqerta. Në emër të familjes Faqi, ne ju falenderojmë për kohën që keni ndarë dhe mundin që keni bërë deri këtu, që të vini dhe t'ja jepni lavdëmirën e fundit shoqës suaj dhe nxënëses studentes tuaj. Andaj kërkojmë nga ju që këtë mundi që keni bërë deri këtu t'ja bëni halal. Gjithashtu, në emrin tim se imam I fshat Hoqivet, në emër të familjes Faqi dhe në emër gjithë fshatit Hoqivet, fakultetit të Drizeta, shokëve, shoqeve, profesorëve, ju shpreh ngushëllimet më të përzemërta për humbjen e studentes tuaj, shoqes tuaj. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس الله أكبر. Alayhi salam, familjes së tij, shokëve të tij dhe të gjithë besimtarëve, të gjallëve të vdekurve, e posaçërisht kësaj motrës tonë që po e varrosin sot në këtë vend. O Zoti ymë, për e varrën e saj një kopsht prej kopshteve të xhennetit. O Zoti ymë, për e shpirtin e saj të gëzuar, mëkatet e saj të falur, veprat e saj të pranuar, e pja librin e veprave të saj në dorën e djallë, llogaritë me llogaritë të letë, dhe furnizoje nga të mirat e xhennetit, nga mëshira jote, o me I mëshirshëm I mëshirues. O Zot, shëroj të smuarit tanë. Nderuari rektori I Universitetit Kadri Zeka, me gjithë stafin tuaj dhe me studentët dhe studentet e juaj që jeni sot këtu. I nderuari kryetari komunës së Kamenicës, gjithashtu falenderoj me juve dhe gjithë stafin tuaj që keni gjetur kohë dhe keni prezantuar në këtë përcjellje të fundit të kësaj vajze të re. Të nderuar ju miq që keni ardhur nga qytete të shumta, po dhe nga diaspora e largët, vetëm që të bëni sa më madhështore dhe sa më të lehtë dhimbjen e kësaj familje për të kaluar në situatët e cilën e kanë para vetes së tyre. Në emrin tim si imam, në emër të familjes Basha,
Në emër të të gjithëve, u jemi shumë mirënjohës dhe falenderues. Po e lexoj këtë telegram mushlime në emër të rektorit të Universitetit Publik Kadri Zeka në Gjilan, Zotri Artan Dermakon, e nderuar familje Bashon, me dhimbje dhe pikthim thellë, morëm lajmin për ndarjen tragjike nga jeta të bijes suaj Arnora Bashan, studente e Fakultetit të Edukimit dhe njëherësh kryetare e Këshillit të Fakultetit të Edukimit në Universitetin Publik Kadri Zeka në Gjilan. Arnora ishte një studente e dalluar, e angazhuar dhe një shembull frymëzimi për të gjithë kolegët e komunitetin akademik. Puna dhe përkushtimi i saj ndaj dijes dhe arsimit lagjur të pashlyeshme në universitetin tonë dhe në zemrat të të gjithë atyre që e njohin. E madhe ka lënë në gjysmë ëndrat e rrugtimin e saj, duke na trondituar thellësisht gjithë. Arnora do të mbetet gjithmonë në kujtesën tonë si një studente e këndshme. Në emër të Universitetit Publik Kadri Zeka në Gjilan dhe në emrin tim personal, ju përcjellim ngushëllimet dhe ju qëndrojmë pranë në këto momente të rënda. Ju lutem pranani ngushëllimet tuaja të sinqerta. Ngushëllime të gjitha. Faleminderit shumë. Atë telegram në ushtimi. Kam për shkollës Sos Xhavit Ahmetit, një drejtorisë dhe mësimdhënësve, po edhe prej bashkëvendësve të fshatit, që do ta lexoj tash. Në emër të fshatit Hodonoc, shkollës Xhavit Ahmetit. Andaj më lejoni që në emrin tim, këj të FFK-s dhe gjithë komunitetit të futbollit në Kosovë, si dhe Federatës së klubit të badmintonit, ju shpreh ngushëllimet më të sinqerta. Arnora, përveç se studente, ishte dhe sportiste e dalluar. Ajo për shumë vjetë ishte pjesë e KF intelektualet nga Gjilani dhe me krenari e përfaqësoi Kosovën në aktivitetet ndërkombëtare me panelën e kombëtarës U17. Për pasionin dhe angazhimin e saj në futboll, ajo shpreu shembull të mëzimin që edhe shumë vajza tjera të ndjekin rrugën e sportit. Andaj ikja e saj e hershme nga kjo botë ka trishtuar të gjithë komunitetin e futbollit në Kosovë. Në këto momente të rënda për ju, pra një shumë zemër e lutje që të përballim këtë dhimbje të madhe. Po ashtu ngushëllime të sinqerta i shprehim edhe familjes së Antiana Thaqit, që po ashtu humbi jetën nga ky aksident tragjik. Me respekt, Agim Ademi, presidenti i FFK-s. Faleminderit edhe prej presidentit. Atëherë gjithë praneshëm kemi një njoftim në fund e pamja është 3 ditë këtu në familjen Basha dhe ditën e 4 kemi në pritjet e familja, pasi që e ndjera ka qenë edhe fejuar. E pritin do thot familja të fejurit e Muhaxhit të Rogëqicës. Ditën e 4 do thot ka të pamja atje. A 3 ditë kemi këtu te familja Basha në fshatin Hodonoc. Allah është shpërblet të gjithëve. Inshallah çdo hap e çdo mundë që le keni bën.
Kom aan, nu is het goed.